kam qenë aty në shesh, është një sjellje e cila të cilën nuk e bën asnjë do ta diskutojmë protestën pak më vonë. Tani, Partia Demokratike vetëm një fjalisë dhe thatë për alternativën që do presim të vini ju në pushtet. Partia Demokratike është duke propozuar dhe tani. Propozon amendamente, propozon projekt ligje, të cilat është një gjë jashtëzakonshme se kjo është si puna e saj që i thash atyre deputetëve, punojnë edhe marrin 5 milion lekë rroga, ti s'merr rrogën. Patjetër, po Partia Demokratike është një institucione të dalë nga një farë zgjedhore pikërisht për këtë, që të japi alternativën dhe aty, dhe për të përgjigjur pyetjes që bët në fund si arrihet deri aty që Partia Demokratike të vinë në pushtet. Tani, raporti OSBE Odirit e Zeza mbi të bardhë thotë u migullua vjendarse mes partisë dhe shtetit. Atëherë po ta riformuloj. Jo, do vi tek pyetja. Po të më lini. Çfarë ndryshe bëni ju si parti, ndryshe nga Partia Socialiste? Kaq. Po t'ju shpjegoj se si vim ne në pushtet. Pse nuk ajo është pyetje tjetër, domethënë, pse më tregon mua që jeni ndryshe? Po jeni ndryshe. Që jemi ndryshe nuk ka diskutim. Po më thuaj. E para jemi partia e gjitha arritjeve më të mëdha të këtij vendi. Futja në NATO, infrastruktura, energjia, etj. me radhë. Jo, ne e kemi treguar se tash që të parashikosh çfarë do bëj diçka dikush. Jo, si do vi, tani si funksionon ju? Vota, demokratizimi i partisë, zgjedhjet e tjerë. Se deri tani si keni treguar këto. Po pa diskutim, ne kemi bërë më shumë zgjedhje në këto vitet e fundit. Tani ju keni statut se ju reklamoni vinë ato partitë popullore, thoni, edhe po bëhet namjet e tjerë. Tani ju thonin, e pa deklaratën e partive popullore. Okej. Flisni për kapitën e shtetit. Kam gjë tjetër. U thotë njëri nga ata ju të partisë motra që ju kemi ne, Partia Demokratike dhe Partitë Popullore. U thotë njëri që pse nuk e zbatoni statutin? Statuti është që ai që me zgjedhjet ikën në shtëpi. Ju s'e keni bërë. Kaq. Jo, u shpjegoj unë. E dini kush ishte shqetësimi i Partive Popullore? Po? Nuk ishin këto që janë shqetësimi i mediave në Shqipëri. Shqetësimi tyre ishte kapja e shtetit, ishte politizimi dhe përdorimi si armë politike i gjyqësorit në Shqipëri, ishte narkotrafiku dhe ishte kjo situatë emergjente e sigurisë kombëtare që cënon dhe sigurinë e NATO-s dhe sigurinë e vendeve të Bashkimit Evropian në Shqipëri me skandalin e Akshit, futjen e rusëve në portin e Durrësit dhe të tjerë. Këto ishin shqetësimi Partive Popullore Europiane dhe shqetësimi partnerëve tanë ndërkombëtar. Në kushtet kur këtu nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndershme, betejë është për të bërë këto zgjedhje të lira dhe të ndershme. Si bëhet kjo? Bëhet duke rrit presionin nga brenda, siç po e bën PD-ja, me aleatët e vet dhe gjithë opozitant të rësi, me presionin e jashtëm që po bëjnë ndërkombëtarët vazhdimisht, krijimi i kësaj sinergjie në mënyrë që kjo shumicë formale të bëjë një hap pas dhe të lejojë një qeveri teknike ku bien dakord shumë. Si bëjë qeverinë teknike? Si të bëjmë? Kush do t'i bëjë zgjedhjet e lira dhe të ndershme? Si do bëjë qeverinë teknike? Rregull që ju do detyrohet nga shqiptarët që ta bëjnë nga qytetarët shqiptarë. Po detyrohet nga Partia Demokratike që kjo fjala shqiptarët. Po Partia Demokratike është në krye të kësaj betejë. Ajo po më devion. Absolutisht, është përgjigjja e pyetjes që thatë ju. Ne vim në pushtet në këtë mënyrë. Çfarë mësuar atje? Kanë bërë kështu instruktazh atje. Mua nuk më mëson njëri. Fatmirësisht ose fatmirësisht. Po pa diskutim. Kesi për ty, unë do të pyes si një vajzë, shikoj Belinda Ballukun, edhe ajo një grua, një nën, me gjithë ato akuzat e tjerë. Kur doli çështja, ti ishe me ata që ajo duhet të largohet, i dorëheqjen, siç ka dhënë dorëheqjen Semir Tahiri, Erion Veliaj, ose e larguar Arben Ahmetaj, Ilir Beqaj, dhe zoti Rama ka thënë që ai që ka problem me drejtësinë në Partinë Socialiste të marrë avokat, në këtë rast Rama mbrojti Belinda Ballukun. Me kishe ti? Shiko, të them të drejtën, për këtë nuk di se çfarë të them sinqerisht fare, sepse është në dorë të ligjvënësve, siç e thash dhe më përpara. Në dorë të Edi Ramës, e din ata, për mendimin tim, nuk tani e dim shumë mirë që Belinda Balluku i hoqi imuniteti, është thjesht një deputete thjesht, nuk është më zëvendës ministra apo ministre infrastrukturës. Imuniteti nuk është hequr, është shkarkuar. Është shkarkuar, yes. Është shkarkuar dhe unë nuk mendoj tani si një deputete e thjesht mund t'i hidhet përsipër kjo akuza që edhe tani si një deputete e thjesht ajo mund të shkatroj provat, mund të cënoj të bëj kërcënime apo gjëra të tjera, më the të thash nga këto muhabetet e fundit që kanë dalë. Për mendimin tim, e shikoj si një grua të fortë, si për kurrizit gjithë këto akuza, drejtësia do ta tregoj herët apo vonë ka apo nuk kanë të drejtë, a kanë baza apo nuk kanë baza këto akuza, kështu që unë nuk di se çfarë të them në lidhje me këtë pjesë. Ti ke frikë si një politikane e re që një ditë mund të ndodhet ty si
Belinda Balluku do rritesh në mosh, do rritesh në detyrë, mund të jesh ministre, mund të bësh edhe zënës kryeministre, e të thonë të kesh në dorë të ndërtosh rrugët e Shqipërisë, se Belinda Balluku ka qenë moshën tënde, nuk u bë Belinda 50 vjeçë sa është tani. Dhe të zë frika kështu se ka thënë një prift në 92-shin që ti jesh në politikë në Shqipëri, një kënd e ke në Varr, një e ke në Burg. Është lapidare ajo thënia. Edhe e kam provuar gjithta, se edhe gjyshi Belinda Ballukut kalojnë plume, kam përshkëtuar. Kur të jem në ato pozicione, do të vinë intervistë dhe do ta them kam apo nuk kam më frikë. Për momentin nuk kam frikë, sepse e di. Nuk të kanë thënë babi dhe mami të keqen. Okej, si. Shiko tani, çfarë po ndodh me këtë po e masakrojnë. Secili njeri ka karakterin e vet, ka ideologjinë e vet, edhe unë mendoj që jo domosdoshmërisht gjithë secili shkon në hapat e paraardhësit të tij. Kështu që ti nuk e ke frikë politikën. Gjë nga çat ket frikë. Ti nuk e ke frikë politikën. Jo. Shiko, dhe Fatosano nuk bëri gjë, po e futën në burg të Partisë Demokratike në 93. Kush e futi? Kush e futi? Ju e futët. E futi Berisha. Njerëzit e vet. Po ja, më futi Berisha atë, kështu që e ka thënë ai lapidar ai prifti. Tani mos i kthemi qeverisjes Fatosnanos këtu. Ku ta kapim nga korrupsioni, nga bandat që bënin që qeverisnin, nga dritat që nuk ishin si tani që ikin dritat vazhdimisht, nuk e di ju ikin juve, po. Fatosano u arrestua për qeverisjen e 91-shit, se ka thënë një kolegu ju në nderuar që kur Fatosano nuk vodhi arrestuan, kur vodhi nuk bën asgjë. E bëri paradhënie. Po nuk bëri asgjë, kështu që e arrestuat kot që çka me të. Ne nuk arrestojmë njerëz, partitë politike. Po 92-97 se ti atëherë s'ke lindur rrezik lere, Nikola, mos e hapat muhabet. Nikola, në muajin prill në Partinë Demokratike janë zgjedhjet për kryetar. Tani po të bëjmë pyetje të drejtë për drejtë. Nuk janë në prill, tamam. Në diku nga mesi majit i mbaron mandati. Jo. Zoni Ramën juve, po shtyn Ballukun, po ju bë. I mbaron mandati kryetarit të partisë. Ti ke dhënë një lajm sot. Po s'është lajm. Nuk është lajm. Ore Besar Xhaferin këtë studio thanë muajin prill dha bën zgjedhjet në PD. Jo. Kryetari i partisë i mbaron mandati në diku te 22 maj, diçka e tillë. Tani do bëhen në prill, do bëhen në maj, këtu nuk di. Nuk di ta them. U akuzojnë kot juve shtyn Rama. Jo, unë doja të thoja një gjë, po para jam shumë drejt për drejt, po para se të vemi te kjo se ishte një gjë që nuk mund të mos sqarojmë qytetarëve shqiptar që na dëgjojnë, që pse kërkohet imuniteti i zonjës Balluku. Dhe nuk mjafton shkarkimi. Jo, diçka që më ngacmoi. Kesi. Tani prokurorët e SPAK-ut në komisionin e mandateve thonë që janë kërcënuar, janë shantazhuar dëshmitar nga varësit e zonjës Balluku dhe nga bandat, pra nga njerëz të lidhur me krimin e organizuar. Tani, i njëjti presion bëhet edhe nëse ajo është deputete. Ndaj kërkohet imuniteti i saj që SPAK Kesi tha që tani s'ka pushtet, s'është ministër, s'është zëvendës kryeministër. Tani bashkë kemi qenë në një emision tjetër kur un kam thënë ky është kabineti Balluku. Ky kabineti i ri me këto zvendësimet që u bën nga presioni i opozitës dhe nga presioni ndërkombëtar. Tani ne ndihmojmë presioni opozitës. Jo, dhe presioni i opozitës, sepse presioni ndërkombëtar vjen në rritje kur shikon që këtu ka lëvizje. Kjo ndodh në çdo vend të botës dhe ndodhi dhe në Shqipëri. Është pa diskutim. Nuk mund të ketë vetëm presion ndërkombëtar pa parë ata këtu se çfarë bëhet. Ne kemi parë në Serbi që presioni ndërkombëtar është rritur pas një viti e gjysmë që kanë qytetarët shqiptar që protestojnë, qytetarët serba që protestojnë. Se na ngrive gjakun. Po edhe shqiptarët. Tani më përgjigj çik sa e pyete mua se këtë me shumë kënaqësi. Në zgjedhjet që do bëj Partia Demokratike për kryetar, ti je me faktin që zot Berisha duhet kandidoj apo jo? Unë do ju përgjigjem shumë sinqerisht, siç përgjigjem përgjithsisht. Edhe mund mos sa thoshe këtë, po megjithatë vazhdo. Për ta theksuar, zoti Berisha është lider historik i të djathtas shqiptare dhe kjo është e padiskutueshme. Në këtë moment kritik të Shqipërisë, siç e thatë zoti McAllister, që jemi një çast kritik, imuniteti Ballukut, kapja e drejtësisë, presioni e gjitha me radh, zoti Berisha bën bashk një numër shumë të madh njerëzish të djathtë. Jo, bën bashk. Çu thosh edhe për njerin që bën bashk, mos krahaso të pakrahasueshmen zoti Qafoku, se ne jemi partia e njerëzve të lirë, partia e zhvillimeve demokratike. Po kur shikoj Ervin Salianin që çai ndodh e njerëzve të lirë është.
Pa diskutim që është e njerëzve të lirë. Demokratët janë... Ju përjashtuat Ervin Salianjin, more? Demokratët, zoti Qafoku, janë një kokëforci e historisë, kanë qenë njerëz të lirë dhe në sundimin e Enverosit,